pak kohë më parë në media doli një vendim i prokurorit të Spakut, një prej prokurorëve të Spakut, ku autorizonte përgjimin për 15 ditë të një prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese lidhur me një çështje. Në media është folur shumë, sigurisht ekspert, jurist dhe ekspert të sigurisë kanë folur mbi veprimtarinë mbi këtë vendim, pra a është i ligjshëm, as është i ligjshëm. Ju si gjykoni këtë vendim? Këtu kemi dy probleme kryesore. E para është që prokuria e posaçme me aq sa kishte në arsyetimin e vendimit, për mendimin tim është i paligjshëm, për arsye sepse nuk kishte asnjë lloj dyshimi të arsyeshëm të bazuar në prova në lidhje me vijimin e një përgjimi edhe sidomos të një antari të gjykatës kushtetuese. Kjo për mendimin tim është një shkelje e rëndë e kryer nga prokuria e posaçme, e cila referuar vetëm faktit të autorizimit, pra aq sa ne kemi parë, por nëse ka prova të tjera të cilat prokurori ndoshta me të drejtë ka urdhëruar arsyetimin, ka urdhëruar përgjimin, atëherë kemi të bëjmë me një skandal të ndodhur në gjykatën kushtetuese. Pra nëse prokurori ka pasur deklarime, kallëzime apo dhe prova të tjera indirekte që të çojnë në një veprim korruptiv në gjykatën kushtetuese, që do ndodhte në gjykatën kushtetuese, atëherë kjo është e rënë nga vetë gjykata kushtetuese. Pra që të dy institucionet e drejtësisë dhe institucionet e drejtësisë të re janë të përfshirë në një skandal që do t'japin llogari publike personave të cilët apo publikut. E para që do t'japi llogari është gjykata kushtetuese, sepse është institucioni më i lartë dhe garanti i kushtetutës dhe i ligjeve në Shqipëri. Gjë që me një deklaratë skandaloze që gjykata kushtetuese doli, në alat të dyshojmë që ajo është e implikuar dhe nuk ka reputacion dhe integritetin e duhur. Ata do të sqaronin në lidhje me veprime dhe mosveprime konkrete të kryera nga antari i gjykatës kushtetuese apo dhe persona të tjerë të dyshuar. Gjë që nuk ndodhi. Edhe prokuria e posaçme e kaloi në heshtje këtë skandal, për mendimin tim është një skandal i madh, sepse nëse ne kemi reformuar, kemi krijuar një reformë drejtësi me qëllim që të kishim një drejtësi të pa korruptuar, ajo nuk po ndodh, sepse përderisa prokuria e posaçme ka autorizuar gjykatën kushtetuese, ka autorizuar përgjimin në gjykatën kushtetuese, kjo është një shkelje shumë e rëndë që mund të ketë ndodhur në gjykatën kushtetuese, sepse vetë fakti që nuk u shfaqsua kjo gjykatë do të thotë që kemi të bëjmë me një veprim të paligjshëm të kryer nga ana e tyre. Kjo do parë në tërësi, duhet të parë provat të mbledhura qoftë para përgjimit, por edhe gjatë përgjimit të këtij antari gjykatës kushtetuese. Avokat, ju përmendët deklaratën për shtyp për media të gjykatës kushtetuese. Në fakt, atakimi që ishte bërë më shumë ishte ndaj një antari gjykatës kushtetuese, konkretisht ndaj Gendi Ibrahimit. A mos ndoshta duhej që ky antari gjykatës kushtetuese të kishte dalë para publikut dhe të kishte deklaruar ose të kishte sqaruar lidhur me pozitën e tij? Patjetër, sepse vetë fakti që gjykata kushtetuese e kaloi këtë skandal me një deklaratë shumë të thatë, duke thënë se ne jemi njerëz me integritet, apo ne veprojmë gjithmonë në përputhje me ligjin, nuk është e mjaftueshme, sepse prokuria e posaçme e ka etiketuar me emër dhe mbiemër antarin e gjykatës kushtetuese, si të implikuar në një aferë korruptive, pra si të dyshuar. Dhe gjykata kushtetuese nuk duhet mjaftojë vetëm me një deklaratë formale, ajo duhet të kishte dhënë sqarime mbi veprimet apo mosveprimet e kryera nga antari i gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që ky antar i gjykatës kushtetuese duhet të ishte pezulluar dhe të vijoheshin hetimet të mëtejshme, sepse është e rëndë që në një autorizim përgjimi të ndodhet një gjyqtar i tillë, sepse ai mund të jetë i shantazhueshëm, mund të ketë shantazhe të ndryshme, qoftë nga një palë në proces, apo dhe nga prokuroria e cila shpeshherë është palë në këto procese gjyqësore. Kështu që unë vlerësoj që vetë fakti që ka një hetim, pavarësisht pa emër në ngarkim të këtij shtetasi, përbën një cënim në mënyrë të drejtë për drejtë të integritetit dhe të paanësisë së këtij antari në një proces gjyqësor. Avokat, a mund të themi që pas vënies në përgjim të antarit gjykatës kushtetuese, zbardhja e vendimit
mund të jetë i ndikuar sipas devizës së prokurorisë posaçme? Siç e theksova, duhen parë në tërësi provat, por edhe në arsyetim janë të vlefshme parashtrimi i rrethanave dhe fakteve, ashtu siç është në pjesën urdhëruese. Me të vërtetë në pjesën urdhëruese gjykata e kushtetuese ka rrëzuar kërkesën, por nëse ajo do kishte bërë interpretim të kundërt, atëherë do të cënonte shumë procese në Republikën e Shqipërisë. Në rastin konkret, vendimi u zbardh, po u zbardh menjëherë pas fillimit të një përgjimi. Do të thotë që kemi një vendim të dyshuar të ndikuar nga prokuroria e posaçme dhe jo një interpretim logjik të pavesuar dhe të pa anshëm të këtyre anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Kjo do i shërbejë dhe si provë palëve të tjera në këtë proces gjyqësor, që ta ngrenë si pretendim në gjykatën e Strasburgut, sepse kemi një vendimarrje dukshëm të ndikuar. Avokata, mos ndoshta kjo loja që mund të fusë në përgjim gjykatën kushtetuese që mund të jap një vendimarrje, mund të jetë një marrëveshje më e madhe për të shkuar në Strasburg dhe për të rrëzuar provat e SKCC? Janë shumë detaje të cilat apo shumë pista të cilat janë të dyshimta. Kjo është një ndër pistat që mund të ngrihet në gjykatën kushtetuese nga avokatët, në gjykatën e Strasburgut nga avokatët e zotit Gjoka, dhe mund të përbëjë dhe fakt për rrëzimin e përgjimeve, sepse përderisa është autorizuar përgjimi i anëtarëve të gjykatës kushtetuese pa prova dhe pa një fakt të qartë që mund të kryesh një vepër, po jo me dyshime në ajër, kjo përbën një cënim në mënyrë të drejtë për drejtë të vendimit të gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, unë dyshoj që prokuroria e posaçme i ka kryer këto veprime hetimore me forcat operacionale, padyshim që informacioni ka rrjedhur nga këto të fundit dhe mendoj që është bërë me një qëllim për të favorizuar dhe raste të tjera analoge. Mos harrojmë që është favorizuar dhe ligji për Bregdetin e Durrësit, ku ishte ankimuar nga Partia Demokratike, e cila ka qenë një kohë sa më të shkurtër, më pas çështjes Plum Gjokës, pra ka qenë çështja e dytë mbas Plum Gjokës. Dhe kjo përbën një shkelje dhe një shantazh që është bërë gjykatës kushtetuese edhe për këto fakte të tjera dhe për këto çështje të tjera. Nuk se është në tërësi për gjykatën kushtetuese, sepse nëse ka një procedim të hapur kundër një antari apo dhe shumë antarëve të tjerë, ata do jenë të friksuar në marrjen e vendimeve. Dhe kjo mendoj që nuk është në kontekstin e drejtë që duhet veprojë gjykata kushtetuese. Pra këta antarë të gjykatës kushtetuese duhet me patjetër ta sqarojnë një problematikë të tillë. Avokat, në Shqipëri shpesh po diskutohet që roli i prokurorisë në një proces është dukshëm shumë herë më i fortë se sa roli i gjykatës në një proces. Kjo është vërtet. Ne jemi akoma në kohën e viteve para 90, për arsye sepse instituti i avokatit në ato vite nuk ka ekzistuar dhe aktualisht po krahasohet roli i prokurorit dhe roli i gjykatës, por roli i avokatit është inekzistent. Jemi në shumë çështje, jo vetëm se avokati është i diskriminuar, por është dhe inekzistent dhe vendimarrja merret paraprakisht nga gjykata dhe aq më tepër në rastet e prokurorëve të posaçëm, që aktualisht statistikat tregojnë që mbi 90% të çështjeve fitojnë nga prokurorët dhe janë shumë të pakët të rastet që gjykata ka vendosur ndryshe. Referuar dhe deklaratës së zotit Dumani që tha afërmend gjykata vendos çfarë kërkojmë ne, dhe kjo është pak e rëndë si deklaratë. Është e vërtet që gjykata është kthyer në një vegël të prokurorëve, dhe jo vetëm gjykata posaçme, gjykata apelit dhe gjykata e lartë. Në shumë çështje janë pothuajse jo të drejtë dhe noterizojnë vendimet e gjykatës, vendimet e prokurorëve. Avokat, po flitet kohët e fundit për 2 arrestime të mundshme që mund kryen nga SPAK-u, ku është theksuar që tashmë janë bërë kërkesa në parlament për heqje imunitetesh. Po, bëhet fjalë për 2 deputete, 2 ministra të
Partisë Socialiste, që është Belinda Balluku, e cila ka një procedim të zgjeruar dhe po bën një kohë të gjatë që është në hetim, dhe është folur dhe kohët e fundit për Taulant Ballën, i cili sipas mediave rezulton që të jetë kërkuar heqja e imunitetit. Këto janë akoma në kuadër mediatik, por nuk është se është prononcuar prokuria e posaçme apo dhe në institucion tjetër që ta provojë këtë fakt. Kështu që këto ngelen akoma në kuadër hetimesh. Edhe në deklaratat mediatike që ka bërë prokuria e posaçme jemi akoma në fazë hetimesh, por nuk e kanë mohuar kur faktin që nuk ka hetime ndaj këtyre shtetasve. Pra, dyshojmë dhe ne mendojmë që së shpejti do jenë dhe këta shtetas përpara përgjegjësisë. Të mos harrojmë që zonja Balluku është e përfshirë në një sër veprimesh korruptive të cilat janë bërë skandale të njëpasnjëshme, janë publikuar në media, kanë filluar dhe hetime proaktive, janë sekustruar telefona dhe pajisje të tjera, kompjutera, janë sekustruar dokumentacione të prokurimeve publike të kryera nga kjo shtetase. Të mos harrojmë dhe çështjen e tunelit të Llogaras, që është fryrë fiktivisht rreth 50 milionë euro ky projekt, dhe pra të gjitha këto janë çështje nën hetim dhe pritet që së shpejti të përfundojë hetimi dhe të ketë një vendimarrje të qartë. Në lidhje me çështjen e Taulant Ballës, bëhet fjalë që ky i fundit ka dalë në përgjime jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por indirekte në përgjimet në dosjen e një kryetarit të një organizate kriminale që është Suel Çela, që në rastin konkret dhe zoti Berisha i ka bërë publike këto deklarata dhe rezulton që kemi dyshimet për implikimin e tij. Shpresojmë që dyja çështjet të realizohet drejtësi, të vijnë autorët përpara përgjegjësisë penale, të përballen me drejtësinë për krimet dhe për veprimet dhe mosveprimet kundërshtim me ligjin që ata mund të kenë kryer. Avokat, ju keni bërë një deklaratë të bujshme në media ku keni thënë që së shpejti pritet një arrestim i bujshëm në radhët e të djathtës. Kjo deklaratë e imja është kryer në bazë të informacioneve jo zyrtare të marra nga prokuria e posaçme, të cilat fliten shpeshherë që padyshim që ka një hetim ndaj Shkëlzem Berishës dhe pritet dhe ky hetim të përfundojë. Për rezultatet e hetimit nuk është se kam në informacion konkret se si janë, por këto janë në kuadër thashetemesh që vinë nga prokuria e posaçme. Edhe Shkëlzem Berisha, nëse ka kryer veprime mosveprime, duhet përballet me drejtësinë. Po unë kam theksuar që nëse ne do kemi arrestime apo ndalime, ne duhet të merrem më tepër me aktualitetin. Dhe nuk diskutohet që edhe veprimet e mosveprimet e zotit Berisha duhet që të hetohen, por aktualiteti është shumë i rëndë. Të mos harrojmë kemi të faktuara nga kontrolli i lartë i shtetit rreth 1 miliard euro në vit dëm që i shkaktohet buxhetit shtetit nëpërmjet vjedhjeve dhe prokurimeve të ndryshme publike. Dhe kjo është e rëndë sepse këto janë taksa që mungojnë pensionistëve, shërbimeve spitalore. Të mos harrojmë që kemi një sër skandalesh në shëndetësi, kemi tenderat e hemodializës që janë në hetim, kemi tenderat të ndryshëm të laboratorëve që janë në hetim. Të mos harrojmë që Kloda Llojbeu para pak ditësh ishte në prokurinë e posaçme në kuadër të këtyre hetimeve, dhe këtu kemi dhe Ilir Beqajn apo një sër ministrash të tjerë të implikuar në veprime korruptive, sepse vetëm në tenderin e hemodializës ka rezultuar se Ilir Beqaj ka lidhur një kontratë me një subjekt që është krijuar 6 muaj mbas kryerjes së prokurimit, pra me një subjekt që nuk ekzistonte. Të gjitha këto, përveç se përbëhen pa barazi në tendera, po janë dhe veprime të dyshuara korruptive që aktualisht janë në hetim. Padyshim që edhe zoti Shkëlzem Berisha, nëse ka kryer veprime mosveprime, duhet përgjigjet përpara drejtësisë. Por kjo i përket një kohë shumë të largët. Në lidhje me arrestime pritet më tepër nga kampi i Partisë Socialiste që janë aktuale, pra kanë të bëjnë me aktualitetin, se po bëjmë rreth 13 vite qeverisje nga kjo parti. Dhe për veprimet e zotit Berisha, ato edhe nëse do jenë kryer, rezultojnë që do jenë të parashkruara nga sipas kodit penal shqiptar. Avokat, Berisha ka pasur akuza shumë të forta ndaj sekretarit përgjithshëm të kryeministrisë zotit Angela Gaçi. A kemi ndonjë informacion sa të vërteta janë këto akuza?
po të gjithë ne kemi qenë dëshmitar dhe është filmuar dhe publikuar në media që edhe kundrejt tij shtetasi ka një hetim nga prokuroria e posaçme. Madje ngatroi dhe derën, u fut nga dera e gjykatës kur u thirr në prokurori. Akuza kundrejt tij padyshim që ka. Ky shtetas është implikuar në aferën e inceneratorëve, por do shohim nëse prokuroria e posaçme do arrijë në ato nivele që të hetojë dhe të vëjë përpara përgjegjësisë këta autor të vërtet të aferës inceneratorëve. Është ideatori i inceneratorëve Angela Gaci. Është Edi Rama ai që ka firmosur 16 VKM dhe nëse do cënohet Angela Gaci, atëherë kemi përpara përgjegjësisë dhe kryeministrin e vendit tonë që është Edi Rama. Padyshim që ka një hetim, kjo do ngelet për të parë në lidhje me masa të ndryshme arresti në lidhje me këtë shtetas. Do shikohet në vijim. Ndoshta Angela Gaci ka përgatitur një dosje me atë argumente që është i sëmur për mos u caktuar një masë arresti kundrejt tij. Kjo do ngelet në vijim. Avokat Berisha para disa ditësh deklaroi që kryeministri Rama kundërshtarët e vet ose i ka izoluar ose i ka eliminuar dhe sollin në vëmendje një deklaratë që bëri kryeministri në një fushat zgjedhore që thoshte ne ta dim targën dhe Berisha atashoi të deklaratë ndaj Ervis Martinaj. Çfarë po ndodh me hetimet ndaj Ervis Martinaj? Po këto të mos harrojmë që zoti Rama vendosi ministër të brendshëm Taulant Ballën me të vetmin qëllim dhe i dha një detyrë, i tha që unë për një muaj dua zbardhje të rezultatit e time me lidhje me Ervis Martinaj. Është apo s'është gjallë e të tjerë. Gjë që këto e implikojnë se nuk mundet të vendosësh një ministër për të hetuar një antar të botës krimit. Pra, sipas Ramës vendosi një ministër dhe detyra që ai la është që të zbardhë këtë ngjarje. Pra, kjo e bën të dyshimt kryeministrin e vendit që të jetë i implikuar në të tilla krimesh. Dhe kjo do parë dhe për faktin se sipas informacioneve rezulton që Ervis Martinaj kishte marrë një banesë pranë banesës së kryeministrit dhe përderisa shtrohet si pistë nga një lider i opozitës, pse të mos hetohet. Pra, mund të jetë një ndër personat e dyshuar kryeministri i vendit tonë, për arsye sepse edhe nëse i referuar dhe personazhit të Ervis Martinajt. Ai ka qenë një personazh i cili ka qenë agresiv ndaj shumë politikanëve dhe padyshim edhe ndaj kryeministrit të vendit tonë dhe kryeministri e shikonte si një rrezik potencial për jetën e vet. Dhe aq më tepër që ai kishte marrë një banesë kishte marrë një banesë pranë kryeministrit. Dhe kjo është për tu hetuar nga prokuroria e posaçme. Kemi ndonjë informacion lidhur me fatin e Ervis Martinaj? Informacionet janë sekrete, bëhet fjalë që hetimet janë intensive, ka dalë dhe një biznesmen si implikuar që ka paguar rreth 2 milion euro për eliminimin e zotit Ervis Martinaj. Kjo ka dalë në përgjimet e Skype, por sërish akoma nuk kemi një rezultat final për fatin e hetimeve në lidhje me këtë ngjarje. A ka pasur, është marrë në pyetje ky biznesmeni lidhur me këtë? Është marrë në pyetje ky biznesmen dhe është marrë çuditërisht jashtë orarit zyrtar, është marrë rreth orës 8 të darkës, jashtë kamerave, është marrë disa herë në pyetje dhe shpresojmë që së shpejti të faktohet edhe roli i tij. Pra, sipas informacioneve që janë marrë nga prokuroria e posaçme, rezulton që ky biznesmen të ketë pasur dhe vetë Sky dhe ka urdhëruar eliminimin e zotit Martinaj në këmbim të një vlere 2 milion euro. Sipas përgjimeve, pastaj se si është fakti, kjo ngelet për të provuar nga prokuroria e posaçme. A mendoni që do ketë një zbardhje të kësaj ngjarje? Unë mendoj se në këtë ngjarje ka shumë interesa dhe vlerësoj që nuk do ketë një zgjidhje përfundimtare, sepse interesat janë shumë të larta, qeveritare dhe politike, kështu që vlerësoj që nuk do ketë një finish. Avokat, duhet të flas për rastin e Elton Qynos. Prokuroria e posaçme me rastin e Elton Qynos nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka cënuar imazhin e saj.
Pra nëse ajo është në një pikë pyetje aktualisht në lidhje me integritetin e saj, mendoj që e ka nga çështja Qyno, për arsye sepse të gjithë e dinë që Elton Qyno është një ndër gazetarët më korrekt të kronikës dhe të gjithë kanë qenë dëshmitar për abuzime të prokurisë posaçme në kuadër të këtij hetimi të nisur nga ana tyre. Të parët që duhet ishin hetuar për një nxjerrje sekrete hetimor kanë qenë prokurorët, gjë që pa shkuar te prokurorët shkuan tek gazetari, sepse personat cilët mbajnë përgjegjësi për veprën penale, nxjerrjet sekrete hetimor, janë ata personat cilët kanë për detyrë ta ruajnë. Dhe zoti Qyno nuk ka detyrë të ruajë sekret hetimor, por ka detyrë të publikojë çdo lloj lajmi që ai e mendon se është i arsyeshëm. Në rastin aktual, edhe pse janë shumë vendime, prokuria e posaçme ka vijuar hetimet, kanë shkuar në banesën e zotit Qyno, kanë sekuestruar një sër dokumentash, kanë sekuestruar aparate telefonik, kompjutera, PlayStation të fëmijëve të Elton Qynos, madje unë kam qenë dëshmitar dhe kanë krijuar dhe një traumë në familjen e zotit Qynos, të fëmijëve të vegjël të mitur, se kanë qenë prezent në kohën e kontrollit. Gjë që përveç se nuk është respektuar procedura, por edhe janë sekuestruar dhe sende që përkisin atyre. Vlerësoj që çështja Qyno do marrë një zgjidhje shumë shpejt dhe unë kam besim që drejtësia, pavarësisht se drejtësia shqiptare deri tani ka çaluar, ja munduar që të hedhin fajin njëri tjetrit, pra gjykata lartë, në gjykata apelit sërish ka mbështetur prokurinë e posaçme, por në përfundim çështja Qyno do triumfoj drejtësia, sepse unë përveç se kam parë provat, kam dhe besim të verbër te pafajësia Elton Qyno, sepse unë e njoh personalisht dhe e di integritetin e tij. Dhe për kjo është një ndër arsyet kryesore që unë e kam marrë dhe në mbrojtje çështjen Qyno. Shpresojmë në datën 19 është dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, shpresojmë që çështja të mbyllet në këtë institucion. Pavarësisht përgjimeve që prokuria e posaçme ka kryer, nuk ka se çfarë përgjimesh të kryej për çështjen Qyno, nuk ka ndikuar dhe nuk ka ndërmend të ndikojë Eltoni, përveç se ka pasur besim te sistemi i drejtësisë. Çdo vendimarrje ka kontrolluar nëpërmjet ankimeve dhe aktualisht jemi në gjykatën kushtetuese. Avokat, sa besim keni tashmë te vendimi i gjykatës kushtetuese kur pala tjetër është Spaku, sidomos pas rastit të fundit kur antarët u vendosën në përgjim nga kjo strukturë? Padyshim që nuk është se kemi në një besim shumë të madh, sepse integriteti i këtyre gjyqtarëve është që nga momenti i zgjedhjes së tyre në këtë institucion. Të mos harrojmë para ca kohësh pati dhe një skandal seksual në këtë gjykatë. Dolën disa mesazhe të cilët më pas u harruan, u fshin dhe gjykata kushtetuese sërish nuk reagoi, nuk u shfaqsua, sepse ka detyrimin që t'i garantojë integritet personave. A mund të shantazhohen antarët e gjykatës kushtetuese edhe nëpërmjet këtyre mesazheve? Padyshim që po. Aktualisht ne nuk kemi çfarë bëjmë. Jemi detyruar të përballemi me këtë gjykatë dhe t'i besojmë për shkak të ligjit, jo për shkak të besimit tonë te kjo gjykatë. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju.